është një shqetësim I ngritur prej vitesh është një shqetësim I vitit 2013 dhe deri më sot, dhe është fakt që numri të paraburgosurve është më I lartë se numri të dënuarve, dhe kjo ndodh vetëm në Shqipëri. Në vendet e Bashkimit Evropian as si bëhet fjalë, por edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor nuk ndodh kurse që numri të paraburgosurve të jetë më I lartë se numri të dënuarve. Sot kemi aktualisht 2100 e disa të paraburgosur dhe 2500 të dënuar. Ky është një fakt. Patjetër që gjykata e lartë është dashur me kohë që të veprojë, të nxjerrë një vendim unifikues, patjetër që në raport me kohën për të cilën gjykata e lartë ka zgjedhur të shprehet, të gjitha indikacionet të çojnë që kemi të bëjmë me një vendim politik, por sigurisht që unë do të rezervoja të drejtën time të shprehesha nëse kemi të bëjmë apo jo vetëm me zonjë Balluku, apo gjykata e lartë e ka ndjerë si detyrim të ta tregojë koha dhe se si do të vendosë në raport me krimet e jakave të bardha. Unë besoj që kjo nuk rregullohet kjo situatë nuk rregullohet me vendim unifikues, patjetër që vendimi unifikues do të japë një lloj drejtimi të gjithës, por mos harrojmë që ne kemi një ligj të vitit 2016 që është ligji për mbikëqyrjen elektronike. U krijua një sallë, u blen Byzylyki, u bë tenderi dhe gjithë të tjerat, dhe sot e kësaj dite nuk ka asnjë person I cili është me mbikëqyrje elektronike, pra me Byzylyket elektronike. Sigurisht që një pjesë dërmuese e personave të cilët dyshohen për vepra penale të lehta, jo ato që përmendet ju, po ka vepra të tjera penale, për të cilët personat qëndrojnë me masë sigurimi arrest në burg, siç mund të jenë falsifikimi dokumentave, apo vepra të tjera të cilat dënohen maksimum deri në 6 apo 7 vite për kraj autorit të krimit, armbajtja